A ishte regjim shumë i ndyrë, por nuk ka ardhur njeri me të vurë revolën në kokë, që shkruaj këtë, boj këtë për partinë, shkruaj dumët poezi për Stalinin, siç ka në shkrimtar të madh. Edhe këto që i kanë shërbyer regjimit që i ke sot dhe në politikë, si njëri se s'po përmend emra që vite na gjimojtë e këtë treni për shapka e për pantallon gjona, po e them Tritan Sheo, e tjera që nuk shkojnë me morle, po kjo është temë tjetër, të vazhdojmë me Iranin sot se vazhdojmë. Ajo ka rëndësi për këtë moment. Beni, si mendon se do të reagojnë fqinjët dhe atë do të ketë një ndryshim të aleancave në dinamikat geopolitike në rajon? Një, dhe si do të reagojnë përfaqësuesit e Hezbollahut, Houthi dhe milicit e Irakut? Se këto janë jashtë kontrollit pushteteve, pra, dhe këto janë deklaruar që janë kundër Amerikës. Dhe këto mendoj nuk e kanë dash paqen as Izraelit në Palestinë, nuk duan as paqen mes Izraelit, Palestinës ose aq më keq Iranit dhe Amerikës. Po marrë me pjesën institucionale, sepse Houthit dhe Hezbollahu akoma nuk bëhen dot përveç Hezbollahut që ka rritur një ngritje. Houthi janë pak të pamenaxhueshëm, se tillësh nuk kanë një strukturë qeverisë. Ka lajme të mira nga Katari. Jo thjesht për mënyrën që ata u lajmëruan për sulmin, por nga mënyra se si Katari u përgjigj ndaj Iranit, për një përgjigje shumë institucionale edhe për respektin e shtetit të vet, po e dyta nuk i hodhi benzin më shumë zjarrit. Edhe për aleancën me Shqipërinë. Edhe për aleancën. Ata kanë marrë përsipër prej vitesh të shërbejnë si negociator dhe Doha është një vend shumë interesant tash ku shkojnë që nga njerëzit e Afganistanit, shkojnë njerëzit e Hamasit, përfaqësuesit amerikanë që nuk i di askush kush negocion, përfaqësuesit e Iranit, e tjerë. Ky është mesazh shumë i madh. Është vend shumë i vogël, po vend shumë potent për sa i përket diplomacisë. Me ka rol madh. Po. Lajmi i dytë i madh ishte mënyra se si Arabia Saudite, që prej kohësh nuk po e gjen dot gjuhën me Iranin, sepse kanë supremaci ata kanë supremaci ekonomike, Arabia Saudite. Po nga ana tjetër janë shumë të lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ata u treguan shumë të kujdesshëm, do menduan dhe u vendosën të barës larguar dhe nga Izraeli dhe nga Irani. E para i duhet një lloj sigurie sepse Arabia Saudite ka filluar të hapet. Pa çka se ne dim që dhe ata janë problematik. Që vetëm të mendosh vrasin që i bën atij gazetarit në Turqi është e paimagjinueshme. Dhe më vjen keq që nuk e përmendin individët. Ku është respektimi i demokracisë nga perëndimi me Arabinë Saudite? Dhe pse se kërkon llogari Arabi Saudite? Ju e dini që perëndimi ka kute të ndryshme për demokracinë dhe kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha se ajo e kemi sërbim. Pra morali ka rënë. Është çështje e interesës, si të kemi qartë. Absolutisht. Bëri çudi të bëj një parantezë. Unë mendoj që edhe roli i organizmave ndërkombëtar ka rënë, OKB-ja nuk e di është. Është kthyer ujë i qell, thonë. Unë them është bosi i Bashkimit Profesionale të Rita Markos. Po ti arrite vlerat, po unë them që është ujë i qell, sepse nuk e pyet më. Se pyet më njëri dhe nuk ka asnjë lloj force, asnjë lloj. Dhe forcat Houthi që morën përsipër të vazhdonin, këto orë nuk janë ndier. E para sepse duket nga Irani ka shkuar mesazhi që mos. Dhe dyta e din që reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në tyre duhet katastrofal. Ka për t'i shuajtur, domethënë, dhe ka për ta bërë atë vend dhe provoi Shtetet e Bashkuara u treguan vendin. Dhe Hezbollahu i cili nuk është ndier. Duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mendojnë të paktën që Izraelin ta lirojnë nga shumë problematika, por se Izraeli nuk duhet vazhdojë më që të vrasi pafund Gaza. Është e paimagjinueshme. Ne nuk dim këto mjetet e propagandës më sepse thonë vazhdimisht që po vriten të ri, po vriten fëmijë dhe kur marrin atë. Për të luajtur avokatin e djallit. Patjetër. Jam dakord. Ajo që ka po ndodh në Gaza është unë nuk ka provoj
Dohon as terrorizmin, as mënyrën e jetesës, është tyrja le zgjedhin si den. Pa që po ndodh është, unë mund të them pa frikë, në shkallën e një genocidi, pa vritën fëmijë, po Absolutisht. dhe ajo që do të ndodhin të ardhmen është që ato fëmijë nuk do të rriten kur me dashuri, do të kenë urrëtie patologjike me çaj, ti e di, ndriçimet e fëmijërisë, si thotë Freud, dhe njelën tru gjithkohës. Dhe kur të kanë zhduk babën, nonën hyn ke instiktet, e shtazës aty pastaj. Po. Por në anën tjetër, ky Izrael a ka drejt jetoj dhe po jeton në një rrethim që kanë platforma duke filluar dhe nga Irani, platforma që të zhduket Izraeli si shtet. Po. Pra në këtë drejtim, atëherë sigurisht reagimi instiktive të mbrojtjes do të bëjë gjithçka për qartë. Pra, unë nuk jam dakord dhe këtu duhet hyrë roli i fuqive të natë kombëtare për të qetësuar gjendjen dhe jo për ta shfrytzuar për interesat e tyre, qoftë ekonomike, qoftë gjeopolitike. Se janë gjunof, popu janë nga dy krahët, edhe bombardimi i Izraelit. Unë kam qenë në Izrael, ju do të keni qenë. Jo, nuk kam qenë. S'ke qenë një vend shumë i bukur që kam dëshirë të shkoj prap. Po, tash çfarë do të bëjnë këta? Se këta janë në një rrethim, tamam rrethim të tmerrshëm. Dhe ajo çka unë pash atje, kjo urrëtie nuk ndihet në Jeruzalem ku jetojnë bashkë kristian, katolik, ortodoks, musliman, aty është xhamia, aty është kisha, aty. Po. Keni shumë të drejtë, por Izraeli ka dalë jashtë kontrolleve dhe formës për të cilën u bë. U bë që të jetonin dy shtete dhe Palestina të njëjë si shtet. Ata jo vetëm ajo gati Camp David me Arafatin. Jo vetëm që te kaluan, jo vetëm që nuk e lanë të marrin frymë, jo vetëm që e ndanë vendin në një mënyrë të tillë që ata nuk kanë lidhje, për shembull bregu West Bank me bregu perëndimor, rripën e Gazës, lartësitë Golan që janë te Gaza nuk kanë lidhje me njëra tjetër. Atëherë si mund të jetojë një. Edhe ishte tmerrës, se kam qenë edhe në West Bank edhe në atje janë xhepa, domethënë janë të izoluar dhe mizerabiliteti aty ishte tmerr. Sa kaloj se pjesën kur vjen pjesën izraelite, çdo gjë e rregullt e pastër. Kjo nuk mund të shkojë. Por nga ana tjetër ne dim shumë mirë që një investim nga fillimi për të ndryshuar pozicionin e Izraelit është gati pamundur. Dhe problemi më i madh që del sidomos për botën është mënyra se si do e shohë çështjen palestineze në të ardhmen. Prandaj mua më vjen kështu për Kosovën kur kujtoj që them ka qenë e bekuar nga Zoti që i dhan pavarësinë, ka qenë e bekuar nga Zoti që tashmë po bën rrugën. Ka qenë një moment që unë nuk besoj se do i vinë ndonjëherë. Dhe ne s'po justifikojmë, Po, dhe këtë duhet mendojnë sidomos në Izrael dhe ka shumë mendje të ftohta atje që mendojnë jo për ta, po për fëmijët, për nipërit e tyre.